Po, e ka kërkuar fjalën zoti Koreshi, ky e ka ndjek mbledhjen e komisionit të rrugës duke ardhur nga Lushnja, dhe e ka ndjek gjithë debatin dhe ka një pyetje për. Tani unë vërtet dohet përshëndetje njerë, respekte për ju që jeni këtu. Tani unë pyetje është, ai Karakaçi, ka gjithë zanu mashe? Po. Një pyetje, drejt për drejt, biznes ministrës. E ka, ku është sallë? Në stall vjen po. Shiko, i ka ranë fare Karakaçi. Po, e ku të vërkartë bështyllën bres. Ta shti, pse them të edhe i drejt duhet atë doja një atë Karakaçin këtu, se i bëra i pyetje unë i kam gjithë, nëse u kam lënë shtyllë për nëzirë Karakaçit e zona që e i kam mbulur si delegum. Si delegum që ka sjellë partia me valigjen dorë për delegacion që të merrte vota. Mi o puna e se pyesin ata atje që ore do kthehet ma ky ta një gjojmë qa thot. Ore, mori votat. Ka lënë rotat. Deputet se si ke dhënë votat ti atje, është ministër, por nuk është deputet i Lushnjës. Olsi, ti ishe në Jo, lesh. dakor, po ai ka shkuar në shkollë, tani ti thon pyesin po për Lushnjës sa do vi atje. Rrit dibër tani se e mirë, po më them për këta që ishin në Lushnjë. Pyesin njerëzit në Lushnjë thotë do vi deputet. Është deputet. Tani figura më e lartë që kishte lënë shoqja Bela në zonën e njësisë administrative Dushk, Ballagat, edhe çik më lart ka qenë shoku Karakaç. Pavarësisht se është deputet, edhe si figura më e lartë e Komitetit Qendror Pluralist Partisë Komuniste Shqiptare. Tani më tha me që ka lëse ligjët i qanë, a ju s'digje fare që ka ardhë për ligji, unë nuk e vend diskutim këtë pjesë, por se do të kisha ardhë këtu, për nuk di që të thotë, o do të bëj disa pyetje e nderuar zëvendës ministre, po që ti çosh selam, kjo më mirë kuptos ka lidhje me ju. A e di shoku Karakaç situatën që ndodhet në zonat e fshatrave të Lushnjës, me ndër muhabetit? A e di që kemi transformator që këhypin mind, e kanë zënë ferrat pak, lidh me izolant që mos o zot? A e di që fshatrat e Lushnjës shoku Karakaç rri nga 9 orë pa drita? A e di shoku Karakaç që para 4 ditësh edhe pse ose teja keshe drejtë të birë, nuk dërgojnë fare informacion, lan 5 orë Lushnjën pa ujë dhe pas një informacion lushnjarët, se u hoj që më bënd gjoja lidhën 2 fije tel tek depot e ujtë? A e dini që një pjesë e Lushnjës se akoma lin fshati, jo 20 kV që shtëpia ime, është disa të kërkesë se thotë do bëjmë investime. Lushnjarët duhet din kur, datë. A e di që i ke fijet e telit brenda Mullarit, 1, për i han lopët 2, brenda plepave 3, me kërcu fiku 4, me kraba që gjullastike 5, edhe gjithë telat e tjerë që është, nuk e di. A i di Ministria Energjetikës këto? Nëse nuk e di, unë juftoj ju që jeni personi më disponibil që kam njohur në njërë në këtë qivirri, dhe këtë e them pa ndrojtje, në këtë qivirri, po të them pa ndrojtje, që të vish të vizitosh që, edhe pse vini në herë durët në kokë, që ta di realitetin nuk ka në gjithë keqe. Se dikush të ju qatë bat ato vitet e juja. Keni 13 vite këte. Ne ikëm se nuk i ban gjoja ato shtyllat, po ne sot, se gjo kam gjurë në parlamentu që nga 2005 filloj kë elektromotore, ndërkohë që në 2005 u rrallun ato ikën ato firmat e këtyre gjeneratore. Megjithatë, kjo pak rëndësi ka. Ne themi jemi tani në këtë kushte që ju keni qivirrin. Lushnja pse lihet si vend i harrur? Tani tu janë gjysmat e shtyllave të rana. Janë gjithat lidhura me xhuntim, telat, në përfshatra me xhuntim, që sa bie një vetëshi në Lushnjë, ikin dritat në fshatrat Golem, Dushk, Hajdaraj, Hyzgjokaj, atje po bëhet linja, e kanë vënë ca shtylla, po të tregoj dhe shtyllat e reja unë kanë marrë bark, s'ka edhe se nuk kanë gjetë llaçi ato, dukur sin çik të llaçi.
Pra, Ballagat, Zham, Gramsh, në këto që ka qenë delegum shoku ministër, duan të dinë kur do t'ja kthej atë që i dhanë sa ikër ku e votat e ti, ku do t'ja kthej mrapsh investimet, datë. Do datë, Allah, datë. Thoj, ne do t'a bëjmë mandate 42. Po të pak ta flenë mendin atë që më mandat 42, jemi gjumë. Do më thënë natën, se s'ka drita. Pra nuk ka energji elektrike në sidomos në dimër, që ndezës dhe lavatricën dhe dushin. Që do të shikosh televizor dhe fikësh gjitha këto, që të hapësh televizorin. Shumicë raste më shkruajnë, alo, folë që me elektriku se ikën drita. Të një s'mundet të kthehet deputeti ambulancë dhe elektrik. Janë dy shqetësimit. Pastaj po të them, ka fillur ca zona ndi, edhe shumë lushnjarve të cilët e kanë bërë vetë investimit shkretët kablat, po i qanë, ure, po s'po në hapi kablin, ure, kam bëva vetë kablin, në e bërë elektriku, në e vodhi natët. Tani janë zonat divjakës. Ka rënë shtyllat i po të shikosh, ndihji këtu ti jap gjithat dhe prap ku janë, po se diti quvëria, ja jap punë ku janë shtyllat gjithat të rëndme. Kur do zgjidhet divjak lushnje, që do ketë me këto kablat ABC, YZZ nuk e dum, po të net ABC-ja, kur do na çoni dhe do na kompletoni me ABC, kaq, me ABC, më të thjeshtën. Let tela që përrim pavarur, që edhe kjo estetika, jemi mësuar me këto, e kupton, nuk ka problem. Por kur do vinë gabinat në lushnje, kur do bëhet investimin në lushnje, kur do bëhet divjak. Sepse janë skandal. Janë akoma me shokut një pjesë edhe shtyllat të tjera ka rënë barkas. Pra ka një degradim, nuk ka mundësi që fshatrat e lushnjes, si zona e Myzeqes thellë që themi në Krutje e tje me ratë, Toshgëzi, Deli Sufaj, Allkaj, je ka dhe kryetar bashkisë e shkera, nuk ka edhe jo, e vjen në zonë dhe sajtë i ikin, e kupton?